Gjatë fundjavës është zhvilluar gjiroja e parë e Superligës së Kosovës në basketboll, ku skuadra Vllazimit u përball me skuadrën e Bashkimit në palestrën Sezai Suroj. Këtë ndeshje më mirë nisi skuadra e Bashkimit, duke arritur që në fillim të shkëputeshin në 15-22, por basketbollistët e Vllazimit në këtë çerek nuk lejuan shkëputjen e madhe dhe 10 minutë shqiptar i kësaj ndeshjeje u mbyll me rezultatin 23-26. Por pavarësisht lojës së balancuar në çerekun e parë, në çerekun e dytë prizrenasit ishin dukshëm më efikas, duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 35-47. Me lojë të mirë e me efikasitet të lartë, Bashkimi vazhdoi edhe në pjesën e dytë, duke shënuar kështu fitoren e parë të sezonit me rezultatin 69-106. Te Vllazimi, Zigirit ishte basketbollisti më efikas me 26 pikë e 7 kërcime, ndërsa Ati Koshi kontribui me 22 pikë e 7 kërcime. Ndërkohë te Bashkimi, basketbollisti më efikas ishte TJ Biggerstaff, i cili shënoi 24 pikë e realizoi 6 kërcime. Kujtojmë që ditë më parë nga Federata e Basketbollit të Kosovës ishte vendosur që gjiroja e dytë e Superligës së Kosovës të zhvillohet në datat 18 dhe 19 tetor, pasi të përfundoj procesi zgjedhor në vendin tonë. Ata të rinjë që do të shkëlqejnë të ardhmen në Kosovë